Jemi në pjesën e dytë të programit Ditari një artisti. Ne po kujtojmë sot kompozitorin Fehim Ibrahimi dhe është shumë kënaqësi që me mua sot në studio është profesor Nestor Kraja. Si është e mundur që ata që vinë nga muzika e Zotit Kraja, edhe pse ne nuk kemi qenë studentët tuaj, edhe pse nuk kemi formim muzikor, na vjen t'ju thrasim presor? Ndoshta nga që muzika është pjesë e pandare e jetës tonë, edhe pse nuk kemi të bëjmë drejt për drejt me të si fush. Është perceptimi juaj. Po muzikantët janë të thjeshtë, janë të pranueshëm edhe në shoqëri shumë të shoqërueshëm. E kështu ka qenë dhe Fehimi. Kështu që unë e kam njohur, në fakt them drejtën se po mendoja sot në mëngjes mbi këtë pyetje që ju më kishit bërë. Mendoj se e kam njohur që kur kam qenë i vogël. Sepse e kam njohur nëpërmjet koncerteve që ka bërë, nëpërmjet rapsodive, nëpërmjet poemave, edhe nëpërmjet këngëve. Madje më kujtohet që dikur luaja disa këngë të tij që për shembull rrjedh në këngë e ligjërime, e luaja me piano për kënaqësinë time. Sigurisht më pas e njohita si pedagog, shumë korrekt, shumë kërkues, por shumë dashamirës, me një kulturë të jashtëzakonshme dhe me një mënyrë të shpjeguarit të gjërave që më tërhiqte shumë. Ishin vite shumë interesante, shumë bukura. Shkolla e lartë ka qenë vite mrekullueshme. Plot punë, plot pasion, plot dëshira. Madje unë nuk ngopesha nga ato çka i thoshte në klasë. Mundohesha ta përcjellja deri afër shtëpisë, shpesh. Edhe ai gjithmonë fliste. Fliste për tema të ndryshme, për muzikën, për formën, për atë se çfarë mund të punoja më tepër, apo mund të përpunoja më shumë në ato vepra që kishin filluar. Një bisedë shumë e ngrohtë, bile nga një herë edhe shumë e sinqertë. Ai tregonte edhe çështje të veta, shqetësime të veta. Dhe nga kjo kuptova që ishte njëri i thjesht, njëri i dashur, njëri normal, pavarësisht se mendimi jon paraprakisht ishte që ishte kryetari i lidhjes shkrimtarëve për muzikën. Pra i pari për muzikën në Shqipëri. Si ato persona që ti si prek dot, do duket presë largu që nuk komunikon dot? Dikur mendoj që do ishte vështirë ta prekje. Më kujtohet kur Imati erdhi në shtëpi dhe më tha rastësisht ta takova Fehim Ibrahimin edhe më foli mirë për ty dhe më tha që do ta marr un student. Ishte një ngazëllim i jashtëzakonshëm. Ishte një fat i jashtëzakonshëm sepse do bëje mësim me dikë që ishte idhull yt dikur. Ju keni qenë student, jeni sot pedagog, por në fakt cili është roli i një mësimdhënësi, i një pedagogu në nxitjen për ta dashur më shumë atë që ke zgjedhur të bësh? Pra, ata bën dikush më të dashur ose më pak të dashur nga mënyra se si e jep mësimin, nga mënyra se si e reflekton dijen e vet dhe ndan me të tjerët në rastin konkret me studentët? Unë kam përshtypjen që dashuria është brenda apo s'është. Por se si ai të afron me profesionin, se si të flet dhe se si ti kupton se në ç'nivel është kultura e tij, kjo është suggestionuese. Kjo është ajo që e tërheq studentin. Nuk mund ta tërheqë studentin një pedagog që nuk ka ç'thot. Nuk ka kulturë, nuk ka bagazh, nuk ka erudicion. Ndryshe ndodh me pedagogët që janë të kulturuar. Dhe në fakt në memorien tonë, në moshën time, si më thënë, në brezin tim, unë mbaj mend ata pedagogë që kanë qenë të mençur, që kanë qenë vërtet në kulturë. Sot më duket sikur janë paksuar çik. Kështu i bie që dashuria nuk ka qenë këtë gjithë brezi njësoj, ose të brezat që vinë më vonë njësoj. Se ju e thatë, atë ose e keni të përfshirë, ose se kemi të përfshirë. Janë shumë vepra, ju vetëm Fehimi, por në rastin konkret për të po flasim, që nëse nuk i luajmë, nëse nuk i kujtojmë, nëse nuk i flasim, dinamika jetës së përditshme dhe ky konsumizmi i shpejt që ne po jetojmë sot, rrezikon që ti lër, po themi, veprat më një anë dhe pse ato janë aty.
Në rastin e brezave të rinj, që janë në Universitetin e Artëve të sotëm, si përcillet një vepër e shkruar, se ne nuk po na shkruajmë vepra për ditë sot? Po, ky është një problem shumë më i gjerë nga që kërkoni ju të sqaroni, apo të shfletoni. Sepse ka të bëjë me politikën kulturore të një vendi. Unë fakt kam bërë disa artikuj dhe kam mendimet e mia për politikën kulturore të vendit, sepse unë mendoj që vlera më e madhe e një vendi është kultura. Mund të jetë pak më i varfër, po me kulturë kompensohen shumë gjëra. Duke ditur, di edhe të arrish edhe ekonominë. Kur nuk di, edhe ato ekonominë që ke në dorë, edhe atë mund ta shkelësh me këmbë. Po të jap një rast për të ilustruar mendimin tim. Rastisht isha një ditë në një shkollë private që bënin një festë, një konkurs, dhe bravo qoftë, një konkurs me instrumentat të ndryshme, me këngë, me pianove. Dhe të them drejtën, u kënaqa, sepse nuk është se kisha frekuentuar këto ambiente, pash një entuziazëm të jashtëzakonshëm tek prindët, pash një rregull dhe një disiplinë të fantastike tek shkolla, një sallë apostafat për këtë event, për këtë aktivitet, pash fëmijë të cilët kishin punuar fort për të konkuruar në thonjza për këtë koncert, por të gjithë këndonin këngë angleze. Kishte edhe një dy këngë frëngjisht, asnjë këngë shqiptare. Kjo është bërë mod, kam përshtypjen. Dhe ne kemi lëshuar perin kaq shumë, sepse nuk ka një drejtim që të insistojë në këtë drejtim, sa që çdo gjë është bërë mohim i vetvetes, edhe ngritje në pedestal e kulturës së tjetrit. Unë nuk jam kundër internacionalizmit, absolutisht. Unë mendoj që njeriu duhet ta njohë tër botën, ta eksplorojë tër botën, ta këndojë gjithë botën, por këngët e tua duhet jenë të parat. Për këtë arsye ju pyeta që para profesor për punën e promovimit të veprës ekzistuese që ne e kemi, pra veprën e kompozitorëve shqiptar në rastin konkret, në mënyrën se si mund të implementohet ajo në një projekt brenda së pari atyre që janë artistët e së ardhmes njerë, pra brenda auditorëve të Universitetit të Arteve. Në fakt, mi që jemi mbledhur për fejimin, veprat e fejimit luhen shpesh. Luhen, këtë duat të luhen shpesh, sepse janë vepra që kanë mbetur në atë kohë, dhe më kujtohet që bënin përshtypje të jashtëzakonshme në atë periudhë, sepse ishin ndryshe nga të tjerat, ishin një avancim i jashtëzakonshëm. Dhe unë mendoj që vlera e fejimit si sekretari lidhjes ishte kjo, që duke kuptuar që kultura dhe arti në atë periudhë ishin një pemë që për të cilën përkushtohej shteti në partia shtet, përkushtoheshin të gjithë njerëzit e kulturës dhe donin që kjo pemë të rritej. Unë mendoj që roli i tij ishte kjo që ai u mundua që kjo pemë të rritej lart në lartësi dhe mos të shtrihej horizontalisht. Pra, të mos bëhej një art populist, por të kishte edhe ekzigjenca për të arritur majat. Ato maja që ai i njihte në Evropë, dhe në fakt ka qenë njohës shumë i mirë i kulturës. Kam shumë kujtime nga ai, i cili më sugjeronte të shikoja vepra të cilat mos më shkonin kurrë ndërmend. Pelazet me Lizand, për shembull, është një opera jashtëzakonisht e vështirë e Debussys. Dhe ai më dha të studioja. Pra, ai kërkonte që të tërhiqte lart në nivel, mos të ngelej atje. Pra kjo marrëdhënia nuk është distante në rastin konkret të juve që vini nga muzika, sepse do ta kërkoni veprën, po themi, pavarësisht moshës, statusit, jeni brenda të njëjtit mjedis të gjithë, ndryshe nga formime nga fushat të tjera, ku ka një marrëdhënie distante midis një pedagogu dhe një studenti, po themi. Unë si njoh fushat të tjera, unë njoh vetëm fushën time. Por ne jemi aq më tepër që mësimi që tek ne bëhet në mënyrë individuale, do ti do të hysh në relacione dhe sociale me studentin, do të kuptosh psikologjinë e tij, do të kuptosh ekzigjencat e tij, do të kuptosh stilin dhe talentin, drejtimin e talentit të tij për ta ndihmuar aty ku ai ka më tepër nevojë. Ky është një proces
shumë i vështirë, shumë kompleks, dhe për të cilën të gjithë punojnë dhe japin kontributin e tyre, sigurisht. Nga i përshkrimi që ne pam në pjesën e parë programit nga një insert, për themi, i shkurtër autobiografik për Fehmi Ibrahimin, lexohen nota progresi që shumë vite më përpara. Pra, disa gjëra që ndoshta ne i konsiderojmë si kur kanë lindur sot, fondacione, formime private të artistëve të rinj që t'i jepet mundësia e tjerë. Një burr që këto gjëra i ka thënë dhe ka tentuar të bëjë shumë vite më përpara. A ishte edhe në këtë marrëdhënien me ju i tillë, pra vizionar, siç e thatë ju, për të kapur nga lart, për të arritur pemën nga lart? Nëse ju kuptova, do të sjell ndërmend një shembull konkret. Një ditë më thotë Nestor, thotë, se bashkë punonim, kishim një agjensi e punonim. Thotë, a mundet që të hapim një shkollë private? Ëndra ime thotë është të hapim një shkollë private, të mirë është që të jetë e dëgjuar. Më duk një gjë shumë e madhe dhe pa arritshme gati, them drejt. Dhe për t'i argumentuar mendimin tim, i them, ulemi bëjmë ca kalkulime, sa duan, çfarë shpenzimesh duan, si do dalin, sa do dalin, si... Do sillemi si administratori, vetëm si artist. Dhe sigurisht, ato kalkulimet nuk është se koincidonin shumë, dilin gati me minus. Por unë pash që ai që në atë kohë, që në vitet 94, më duket, 95, kishte një vizion i cili sot është bërë realitet. Sot është bërë realitet. Dhe njerëzit kanë hapur shkolla edhe muzikore, private, cilat ecin, mirë. Dhe mendoj që me atë statur që kishte ai, me atë kulturë që do kishte ai, do të ishte një shkollë fenomenale në Shqipëri. Në qoftë se do kishte ca tjerë që ta ndihmonin, jo si puna ime që vetëm e tërhiqja në këtë drejtim. Ishte vizionar. Jeni treguar racional, edhe për kohën dhe për gjithçka tjetër. Jo, unë nuk u tregova vizionar, ai ishte vizionar. Dhe nuk e haroj këtë, nuk e heq dot nga mendja. Për emra të tillë, edhe për mënyrën se si ju vendoset veprat në skenë, sikundër thatë edhe ju, ka një lajm të mirë. Shpeshherë këta personazhe nuk mbeten vetëm kujtime të së shkuarës. Ato nëpërmjet punës, po edhe nëpërmjet angazhimit që ka secili nga ju, të paktën jep një kontribut që kjo vepër dhe njeriu të mos mbetet thjesht një kujtim, po është diçka që mund të jetohet sot, është diçka e matshme. Pak momente më përpara ne me Tritën identifikuam disa probleme të tjera, po themi të mungesës së bibliotekës digjitale, nuk gjenden partitura, është gjithmonë e vështirë, pra edhe kurse luajmë, nuk është se s'duam, ose nuk është se na mungon dëshira, po ndonjëherë aksesi në informacion është i mangët. Po më sillni prapë tek politika kulturore. Edukimi. Politika kulturore, drejtimi se si duhet bërë, strategjia e kësaj politike, është ajo që zgjidh problemet. Ndryshe nuk ka. Për shembull, marr një shembull konkret me që jam në televizion. Ju keni një program me muzikë të huaj, me muzikë klasike. Dhe unë e dëgjoj vazhdimisht në makina kudo që t'jem, dhe më intereson mjaft ky program, sepse fundit është një ushqim i shëndetshëm për njerëzit. Është një ushqim i shëndetshëm. Jo vetëm në pikpamje estetike, po edhe në pikpamje njohje, në pikpamje kulturore, në pikpamje etike, në gjitha forma, në gjitha aspektet. Por shikoj që incizimet janë djetra. Themi drejtën. Ato materiale që jepen pas një lloj komenti, bile nuk dia se kujt është. Unë e marr vesh se kam qenë profesor i historisë muzikës, po tjetri nuk e kupton. Po pse mos ta dija i se kujt autori është kjo vepër? Pra, kemi infrastrukturën, kemi burimet njerëzore, dikur... Ka shumë probleme dhe të gjitha duhet mbështeten se sa politika kulturore i vë theksin kulturës së një vendi. Unë i falenderoj shumë për bisedën e shkurtër, po edhe për rëfimin në kujtime, si na latë edhe ne një kujtim. Nesër pas nesër kemi një akses më shumë, një informacion për të njohur këto burra që na dhanë edhe na mbushën plot. Ne vërtet nuk e dim se sa para kemi në llogaritë bankare të gjithë secilit, po veprën e kemi të matshme, me kujtime, me ngjarje, me gjithçka tjetër. Ju falenderit shumë profesor Nestori që ishit. Ju falenderit edhe ju. Faleminderit.